Miqtë e mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmitimin tonë të drejt për drejt, si çdo mesditë do jemi në shoqërinë e emisionit Me zemër të hapur, kur rikthehen temat, rikthehen edhe personazhet. Vetëm me datën 13 janar të vitit 2025, ne do t'i rikthehemi një ngjarje shumë të rëndë që ka ndodhur pikërisht në qafmoll të Zall Bastarit. Ekzekutohet me çekiç për t'i vjedhur parat 81 vjeçari Xhemal Meta, djali të cilit në atë kohë dha një intervistë ekskluzive në studion e emisionit Me zemër të hapur për mënyrën se si e mësoi vdekjen e babait dhe se si dyshuan ata tek fqinji dhe tek shoku i babait, tek Isuf Hasa, 64 vjeçar, i cili I mori jetën në mënyrë të paprecedent shokut dhe bashkëshortarit të tij. Ndërkohë që gjykata e apelit ka dhënë masën e dënimit ekstrem tashmë, burgim të përjetshëm për 64 vjeçarin, fillimisht do t'ju njohi materiali I përgatitur nga kryeredaktoria e emisionit Me zemër të hapur për të rikujtuar edhe një herë çfarë ka ndodhur me 13 janar të 2025-s dhe do rikthehemi në transmetim të drejt për drejt dhe ashtu siç ndodh gjithmonë në të zakonshmen ton, do kemi intervistat e të dyja palëve, flet edhe djali I Xhemal Metës, por edhe vajza e Isuf Hasës. Të gjitha këto në zhvillimin e sotëm, po padyshim do marrim edhe mendimin e profesionistëve tanë, me njëherë pas materialit rikthehemi drejt për së drejti në studio. Krimi që tronditi opinionin publik dhe la pas dhimbje, frikë dhe shumë pikpyetje, rikthehet sot në vëmendje pas vendimit përfundimtar të drejtësisë. Gjykata e apelit ka dënuar me burgim të përjetshëm 64 vjeçarin Isuf Hasa, I akuzuar për vrasjen e fëmijët të tij, 81 vjeçari Xhemal Meta, një ngjarje e rëndë ndodhur në janar të vitit 2025. Sipas dosjes hetimore, I moshuari u godit brutalisht me çekiç brenda banesës së tij, ndërsa motivi I krimit dyshohet të ketë qenë grabitja e parave. Një ngjarje që jo vetëm I mori jetën një njeriu të pafuqishëm, por tronditi edhe banorët e zonës, të cilët nuk e besonin se një akt kaq makabër mund të ndodhte mes fqinjash. Vendimi I apelit ndryshoi dënimin e shkallës së parë për 25 vitesh burg, duke e cilësuar ngjarjen me rëndësi të veçantë dhe duke dhënë dënim maksimal, burgim të përjetshëm. Ditën e sotme në emisionin Me zemër të hapur, për herë të parë pas këtij vendimi, flasin palët, familjar të afërm, djali I viktimës dhe vajza e autorit, kanë zgjedhur të flasin pas këtij vendimi. Ndiqni emisionin. Fillimisht gjykata ka dhënë 25 vite burg për autorin, ndërkohë që gjykata e apelit vetëm pak ditë më parë ka dhënë një dënim maksimal burgim të përjetshëm për 64 vjeçarin Isuf Hasa. Ndërkohë është zbardhur dhe motivi, vjedhja në fakt me pasojë vdekjen e 81 vjeçarit, ndërkohë që mediat mbas datës 13 janar të 2025-s, portalet vazhdimisht flisnin për ngacmimin e bashortes Isuf Hasës, por të gjitha këto do t'i flasim vetëm pas pak nëpërmjet rrëfimit të familjarëve të të dyja palëve. Do t'jemi transparent me ta, do të mundohemi që ditën e sotme pas intervistës që unë ditën e djeshme kanë zhvilluar me palët, të jenë edhe në këtë emision në mënyrë të drejt për drejt nga telefonatat që do krye me ta. Me mua në studio Elvis Duka, avokati ynë, përshëndetje Visi, mirë se erdhe. Në krahun tënd Fabiola Elizaj, sociologe, psikologe, mësuese ndihmëse, studiuese. Faleminderit që je me mua në studio. Mund t'i rreshtoj të gjitha këto Fabiol, edhe për publikun e gjerë që na ndjek, se kam parë që ke reaguar kohët e fundit, sidomos edhe pas lidhjes së drejt për drejt, gjej rastin edhe të falenderoj tashmë që të kam fizikisht në studio, mbas ngjarjes së rëndë të aksidentit në Durrës, në zonën e Ishkënetës, ku 2 fëmijë gjetën vdekjen, një po mbijeton ende dhe I katërti ka shpëtuar mrekullisht dhe ti atje ishe jo vetëm me detyrën tënde si profesioniste, por edhe lidhjet e drejt për drejta që bëre me emisionin Me zemër të hapur dhe më pas të tjerët përfituan nga kjo lidhje e emisionit, ndoshta të kanë dëmtuar dhe jo në emër të tyre,
por edhe në emrin tim personal edhe të emisionit Me Zemër të Hapur, edhe pse pa dashjen tonë, nuk jemi ne ato që të kemi shkaktuar dëme, por duhet mësohesh tashmë sa më të mëdha të jenë ngjarjet, sa më reagim publik të jenë, të paktën kështu na ka ndodhur ne në 26 vite, aq më shumë do të godasim, por sidomos ne duhet vijojmë me misionin tonë. Unë do të vazhdojnë misionin tim, sido që tjetë. Se kam parë që edhe ke reaguar vetë, ti je mësuese ndihmëse dhe asnjëherë mësuesja atyre 2 fëmijëve dhe ti nuk je mësuese në shkollën Demokracia. Kjo është e rëndësishme. Faleminderit që me mua në studio dhe që ndam bashkë pikërisht këtë hapje të emisionit të sotëm për t'i rikujtuar edhe një herë kolegëve të cilët shfrytëzojnë edhe dhimbje të tilla për deformuar lajmin e atyre klikimeve dhe për të vënë atë të shkretën ekskluzive aty dhe të krijojnë që mësuesit e fakt e dy djemve po flet, ndërkohë që ti nuk je mësuesi atyre. Nuk ka problem. Paktën ky është termi, sepse ti ke reaguar me njerëz apo ke parë edhe titrat në YouTube, megjithatë ato thanë mos e vrit mendjen dhe ne jo vetëm që do ta vrasim mendjen, por edhe duhet jemi transparent. Që në dhimbje të tilla të mos luftojmë për ato klikime të shkreta, sepse mënyra se si ne paraqitemi me atë dhimbjen e madhe që nuk përshëndesim dot teleshikuesit e emisionit dhe më pas të bëjmë gabime të cilat nuk janë të tilla, nuk mund të quhen të tilla, por me vetë dashje që ti je mësuesi atyre fëmijëve, pastaj këtu nuk ka vend për profesionalizëm. Kjo është e gjitha, Fabiol. Megjithatë, unë do doja të merrja një mendim paraprak tuajin, po e filloj me Visin përpara se dëgjojmë edhe intervistën e djalit të Xhemal Metës. Ai ka folur edhe në janar të 2025-s, ekskluzivisht në atë dhimbje aq të madhe për të treguar të vërtetën e tij, mënyrën se si e ka zbuluar ai vrasjen e babait, pse ka dyshuar pikërisht ke Isuf Hasa, ne kemi diskutuar në emisionin e janarit të 2025-s. Visi, fillimisht gjykata 25 vite burg për 64 vjeçarin, ndërkohë që është dënuar për vjedhje me pasojë vdekjen, nuk e di a është i dur i klasifikimi i kësaj vepre penale, gjykata e apelit që merr formë të prerë, burgim të përjetshëm. Duke njohur ngjarjen, duke ditur edhe se si funksionon gjykata, vendim i drejtë sipas mendimit tënd apo jo? Atje, referohet se hetimit që është bërë tashmë edhe publik nga gjykata e apelit, duke se ka vlerësuar se kemi të bëjmë me një ngjarje e cila ka një rrezikshmëri të lartë shoqërore. Domethënë nisur nga këto rrethana, normalisht kanë ndikuar edhe në vendimarrjen e gjykatës apelit. Vendimi tashmë është më para pak kohësh, domethënë duhet, nuk e di nëse është zbardhur gjithë arsyetimi i vendimit, por që normalisht në këtë rast edhe i pandehuri, apo domethënë dhe avokati i cili mund të përfaqësoj personin, mund të që këtë vendim më pas ta ankimoj në gjykatën. Disi më ka bërë përshtypje që në të tilla histori edhe për motive ordinere, nuk e kuptoj pse patjetër duhet i japim një motiv xhelozie, roz, sikur ishin dy shok, sikur konsumonin alkool, sikur kanë sharë bashorten e njëri tjetrit, sikur dikush i ka thënë shiko bashorten dhe ky i fundit duhet veproj për nderin e gruas apo të vajzës apo të dikujt tjetër. Pse mundohemi ne që në të tilla ngjarje kaq shumë makabre, që janë shumë të qarta, pse ka ndodhur motivi ti gjejmë një justifikim që mund të jetë për çështjen deri. Atëherë, kjo është gjithmonë fshirë në natyrën njerëzore, që gjej një motiv në lidhje me ngjarjen e cila ka sjellë dhe pasojën kriminale. Referuar, domethënë, do të ndalemi edhe pak tek vendimi i gjykatës apelit, vendimi i cili ka thënë vendimarrja është domethënë masa më e lartë e cila mund t'japi burgim përjetshëm. Referuar edhe ndryshimeve që ka bërë Kodi Penal në vitin 98, kur dënimi ishte me vdekje, po nga ndërsimi që ka bërë Shteti Shqiptar në Këshillin e Europës, ishte ndryshimi i cili dënimi maksimal ishte 35 vite ose të burgim përjetshëm. Në këto kushte duhet parë dhe vlerësuar, domethënë, arsye dhe rrethanat të cilën kanë çuar në këtë vendimarrje, domethënë për dënimin e tij. Do ta dëgjojmë djalin e viktimës, pse pati një ndryshim nga 25 vite në burgim përjetshëm dhe motivi që ka çuar në burgimin e përjetshëm, por unë po i rikthehem janarit të 2025-s, ku vetë autori kërkonte apo portalet të paktën flisnin në emër të autorit apo edhe në emër të familjes
së Jusuf Hasës motive rozë. Dhe më thënë motive xhelozie, çështje nderi, këtu duat në ndaloj. Pse ne kërkojmë që të mos e zbardhi motivin e vërtet, që është ajo grabitja atyre parave, goditja me çekiç, mënyra se si ai është sjell me viktimën e tij, dhe më pas ky vendim të cilin ti sapo e the, e çoj gjykatën e apelit në burgim përjetshëm. Në lidhje me arsjetimet e bërë nga ana e mediave, normalisht kemi të bëjmë me disa fragmentet të cilat janë të shkëputura në puzzle-a pastaj që formojnë një puzzle më të gjerë në lidhje me arsjetimin. Referohem mendimet të veprat penale kundër personit, do të thënë është janë disa vepra të cilët kanë dënime tepërtashme, që kanë bërë kundër jetës apo kundër edhe pasurisë së personit, janë të ndarë, klasifikuar dhe nuk janë shumë vepra të cilët ato parashikojnë dhe dënimin maksimal, pasi kemi të bëjmë vetëm me krimet që janë ndaj gjakmarrjes apo krimet tjera që bëhen domethënë ndaj personit dhe jetës personit. Normalisht një vepër penale e shtyrë nga këto kushte nuk mund të arrim në deduksionin logjik të cilët ne mund kemi një përfundim në vrasjen e një personi, pasi duhet jetë një rrethanë ekstreme e cila mund të dërgojë deri në këtë masë ekstreme dhe domethënë marrjen e jetës një personi tjetër. Në këto kushte vlerësoj që rrethanat të cilat ka arsyetuar gjykata, apo dhe si gjykata e shkallës parë, e cila ka dhënë dënime me 25 vite, apo dhe gjykata apelit, e cila ka rënduar pozitën e personit në hetim apo personit pa nderë tashmë, normalisht është ndikuar nga fakte rrethana të qëndësishme. Dhe jo nga fakte rrethana të cilat kemi bëjmë për dyshime. Ju bën përshtypje kjo diferencë e madhe dënimi, marshit në dënimit nga gjykata e shkallës parë në gjykatën e apelit? Të bën përshtypje? Gjykata e apelit mund të ketë ndryshuar edhe cilësimin e veprës penale. Ne kemi të bëjmë me ndryshimin e cilësimit të veprës penale apo rëndimin e pozitës së atij personi në lidhje me dënimin pastaj maksimal të tij. Absolutisht është një masë ekstreme, por që ka vlerësuar në lidhje me rrethanat apo rrezikshmërinë e personit në hetim. Mirë, unë të falenderoj Visi vetëm për këtë moment të parë të një mendimi të përgjithshëm, se do dëgjojmë edhe djalin e viktimës, por edhe vajzën e autorit. Aty kemi shumë çka për diskutuar, sidomos tek vajza e autorit, e cila shprehet në fakt që e priste një vendim të tillë, por interesante është edhe këndvështrimi i djalit të viktimës. Përsëri dua të ndaloj tek Fabiola. Pse çdo ngjarje ne duhet ta lidhim me nderin, me histori roz, ku përfshihet një grua, apo një vajzë, apo një motor. Pse duhet të shkojmë kur motivi është krejtësisht i ditur, siç ka ndodhur në rastin konkret, që 81 vjeçari mbante para me veten, ndërkohë do ta sqaroj shumë mirë djali i viktimës se ai vërtet mbante para, po për çfarë i duheshin para 64 vjeçarit dhe mënyra se si është zbuluar e gjithë ngjarja kanë qenë pikërisht djemtë e viktimës që e kanë ditur me kë shoqëroi babai, kush ishte përditshmëria e tij, sepse edhe për shkak të moshës, 81 vjeç, do t'i dëgjojmë dhe do ta analizojmë. Pse duhet i japim patjetër një motiv roz, patjetër duhet futet një grua në mesin e një ngjarje kaq të rëndë? Po ta vini re, në ngjarje të tilla futen elementet roz kur kemi të bëjmë me një moshë të tillë. Sepse morali është elementi kyç që ne na ndihmon të ruajmë apo të prishim një marrëdhënie sociale. Qoftë kjo në komunitet. Ti thua për shkak të moshës, se mua më ka ndodhur që edhe me ngjarje kur janë përfshirë rini, përsëri futet motivi i xhelozisë, roz, ngacmime, çështje morali. Po e përmend me një fjalë. Por flasim për rasti konkret kur është një moshë ku është plotësuar komplet ajo etapa e jetës së një familjari, kryefamiljari dhe një bashorti. Dhe në momentin kur ne kemi një prekje të moralit, domosdoshmërisht do të ketë një reagim fizik të menjëhershëm me individin. Është ndryshe me një rini, domethënë me një moshë tjetër, ku mund kemi të përfshirë edhe shoqërinë për të ruajtur nderin dhe moralin e dikujt që tashmë po e krijon familjen. Por në rastin konkret kemi të bëjmë me dy individ që janë të plotësuar në familjet e tyre dhe morali është ajo gjëja që do të ruante dhe do të mbante një lloj ekuilibri në gjithë këtë ngjarje, ndonë se mund të kenë qenë për motive të tjera. Pra, është ajo çfarë ne do të na bënte të reagonim menjëherë pa marrë parasysh absolutisht asnjë efekt tjetër në shoqëri.
papritur mbështetjen e shokëve siç mund të ndodhte në një rini. Pra do të reagojë më një herë si individ. Dhe në momentin kur kemi një bashortë, një nën fëmijësh në këtë rast, që cungohet figura, do dalë më një herë ajo figura e lartësuar e një mashkulli që ruan familjen. E qartë. Ndërkohë që Rigje do të bëj gati edhe telefonatën time me djalin e viktimës, çfarë prisni ju nga intervista që ai ka dhënë? Me thëmë 24 orë më parë. Në fakt, personalisht, ajo çfarë se mua më kam bërë përshtypje disa, por nuk do t'i ndaj. Jam vetëm kurioztare ta dëgjoj, në fakt, sepse pres të dëgjoj pak jetën e tyre pas marrjes, pas dhënies së vendimit. Sepse kemi të bëjmë me një babaj që është i burgosur dhe kemi të bëjmë me një babaj që tashmë na mungon. Dhe normalisht jeta e fëmijëve cungohet, preket, por sa realisht është prekur dhe sa ata personalisht janë prekur për të vazhduar në hapat më tejshëm edhe karrierës së tyre. Mirë, ndjekim në këto momente intervistën me djalin e viktimës dhe dalim më pas në hapësirën publicitare të parë për të rikthyer në pjesën e dytë të këtij emisioni. Si jeni? Mirë. Si e përjetuat vendimin e gjykatës me burgim të përjetshëm për autorin? Marrë që mirë. Ishit pranishëm, më duket, në sallën e gjyqit. Po. Dhe me sa di unë edhe kam ndjekur këtë çështje, është rikthyer për gjykim, apo jo? Se di për të sa familje jo, si kjo fare. Jo mbasi vendimit që mori gjykata e apelit, më mirë kupto për këtë gjë. Flas që vendimi u mor mbasi u rikthye çështja, e këmbgulët ju më të madhe. Jo, në kërë, ishtem gjata para dha për 25 vjetë dhe qurë në apel, ose sa di jonë. Edhe të qenë jashtë të neve të që vonë kam harë. Po, e kuptoj. Vetë autori ka qenë sallën e gjyqit? Po, ka qenë. Si e pritje i vendimin? Nuk është me thonë të nuk është e rëmë pasë, nuk bëjë sytë me shpëmer pasë, rëmë pasë shumë mitë shpije, nuk është e një pasë me një qërë gjasi të një pa njopse. E kuptoj. Që një gjeri nga një mu me shpirë si familje në vetë, jo të madhe, po si familje të gjithë të fitë. E di. Si pas njërës prej vajzave, ata në momentet e para edhe pse ka ndodhur ngjarja, ju kanë kërkuar ndjes si fëmijë. Pa ato familje s'ka kërkuar me taku, për të gjithë nuk është e me taku. Unë aty që në dhe vrasja lash banë aty që shpia me rritë shpinë, në qëra pasyre dalje shumë dhe nuk nga shkote me nja për 1 milion vjetë që mund të bëndë që... E kuptoj. E kuptoj. Vendime për ne që i drejtë, këj dyti i apelit. Po. I patën bona i gjada, për i vjetër ishte sështë. E kuptoj. A i ditë në vdise se i qartë, mosha për vdise se që patotë për vdese. I ka bo njerë gjithë qatumit, a i ka bo me rrugë me të sa pas rrugë jetë vetë në herë. E di se kemi folur edhe atere kur ndodhi ngjarja dhe unë të falenderoj edhe për intervistën që më ke dhënë atere. Po çështja është që a u zbar dinamika, a doli ndonjëherë motivi i vërtet? Motivi i vërtet që ishte. Lejët ju donin, kisha pas kreditër që pas, ka që lejët i ndau nga kosët e një. Do me thënë... Me dyshimi jonë, se po flasim këtë, me 99% që ka qenë djeni dhe vetë gruja vetë. Sepse ne, a ditë më të një majzët dhe gruja vetë telefon me pytë qaranolli, ose se dishë nga fletë babës, se s'pëna hapë telefonin. Po. E s'na hapë telefonin, që në kojnë në folqim shpesh me ata. Po. Nga tjenë dyshimi jonë që mund tjenë tjeni. E kuptoj. Se dhe që ishta e paramendume, se da pas qëtiqi me vete, da pas gjojt me vete. Ka pi kafe të 2 mjesë, në moment vita dalë të po dhe. A kanë konsumuar alkohol atë ditë në mëngjes, si që kanë bërë gjithmonë si pas fëmijëve të autorit, të vajzave? Ja, ma qaraj që të pjavërës, nuk është pjavërja pas pime rast, nuk është pintin e gjojnë e alkohol me u po tapë. Pintin për i se bebi gjojë, ose pishin kafen, a ditë të rrëdas, se tjera pi kafe, se vëta përgjatë dhe kafe të zjetëm aty. Mund të pjevën kafe. E qartë, po sa para ka pasur babaj ndjerë me vete? Po ja, 2-3 milion nga pas bajtet në qafe, plus atë ditë që pas qatë dhejle nga pas, rrëtë 7 milion në calerë, shka tjeri, se nga pas në gjithë madhe të dhejle. Po duke qenë se vendimi gjykatës është burgimi përjetshëm, gjykata gjithmonë e arsyeton pse i jep këtë vendim, përveç se e ka pasur në plan, ka pasur çekiçe në vete si qëtat, po zbardh motivi kush ishte? Grabitje, kush tjetër. Grabitja.
E kuptoj. Tishe për ta ashtu, për ta vrasë, ishte shatë tjetër, ishte vetë të gjapiste, sa i ka pas ditë për marrën lerët, se nuk ka marrë dhe lerët gjërë, ka marrë dhe njëra pas majtë në... E kuptoj. Njëra pas majtë me qanë qapë, si që majtë të të vjetërin, E kuptoj. kur të desë, është da më t'i vitë qunave në shafë, i kem letë të mija, të ma dalë. Me një plejshve. Po. Ku të lënë qunat në herë. E vërtet. Ju shkoni shpesh aty ku ka ndodhur ngjarja? Unë po të fërës atje shkështë. Si pas informacioneve që unë kam, gruaja e autorit vazhdon të rri në shtëpi. Po s'ka pësena për mara, këta këtë majë të cilë do që E kuptoj. As baja tita s'ka gaj, s'kam punë me atë, kam relame vetë, nëse pas nëse. E kuptoj. Se ju i ra trolli atit e bëhat bëhavit që se bëndë njërit, po familja atit, ose gozat atita, që gaj, që familja atit. E kuptoj. Gjithsesi unë të falenderoj shumë. Mbas hapësirës së parë publicitare ku në pjesën e parë kemi ndjekur pikërisht pas vendimit që gjykata e apelit dha burgim të përjetshëm për Yusuf Hasan, i cili ekzekutoi bashkëtarrin e tij me çekiç, me paramendim për të vjedhur parat, ka folur djali i viktimës Xhemal Metës, 81 vjeç. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Alo, përshëndetje. Alo, më dëgjoni? Alo? Përshëndetje, jam Edisa Meti, drejtuesja e emisionit Me Zemër të Hapur. Alo, më dëgjon? Jam Edisa Meti, drejtuesja e emisionit Me Zemër të Hapur. Folëm ditën e djeshme bashk, unë të falenderoj për gjithë shka që më the ditën e djeshme, në lidhje me marrjen e vendimit të gjykatës apelit, burg përjet për Yusuf Hasan. Në të gjava. Do të më rregulloj regjia në këto momente këtë lidhje të drejt për drejt me djalin e Xhemal Metës, me të ndjerin 81 vjeç, i cili u vra me 13 janar të 2025-s nga Yusuf Hasa, dhe gjykata e apelit vetëm pak ditë më parë ka dhënë burgim të përjetshëm për 64 vjeçarin. Atëherë, përshëndetje. Më dëgjon? Jam Edisa Meti, drejtuesja e emisionit Me Zemër të Hapur. Kemi folur ditën e djeshme bashkë. Dhe ndërkohë do doja të dija diçka më shumë se sa ajo që folëm. Yusuf Hasa do ndaloj pikërisht tek autori që mori dënimin me burgim të përjetshëm. Si ka qenë gjendja ekonomike e familjes së Yusuf Hasës? Ditën e djeshme më the, ka pasur borxhe, ka pasur kredi. Ju si e njihni gjendjen e tij ekonomike në janar të 2025-s, përpara se të ekzekutonte babain tënd? Kina pasur gjenet të mirë ai? Po. Si më shatën dhe ishte gjenet mirë sa pas në jo, nuk është ka pas gjenet mirë në vetë. Unë rëse unë kam jetu atje, ma me rafet tjeveri në hesë. Nuk është kam një të vetë atje. E qartë. Pra ti thua që ka pasur një jetë si që ka fshati në përgjithësi? Si më shatën si jetë në fshatë. Nëse kemi jetu në atje, për kena pas shalu mirë, apas e kena pas një mund të di që kena pas një mund shumë të akro atë. E qartë. Ditën e djeshme më thej që ka pasur kredi, ka pasur borxhe. Po s'puna thane me lafet tjeve në Me lafet e fshatit, por jo se keni një informacion, ose të paktën gjykata, a i ka zbardhur një çështje të tillë. Për zotin në kurse jemi interesu në gjykatës, të fa, në gjithë kena të zënë e gjykatës. Më tepe në marë pjesë bajnë në përgjyjos, të marë pjesë shumë. E kuptoj. Në fakt, mua më ka bërë përshtypje shumë intervista jote dje me mua dhe bashkëbisedimi që patëm bashkë për qytetarinë e treguar në lidhje me dënimin e autorit, por edhe me pjesëtarët e tjerë të familjes, me bashorten e cila vazhdon të qëndrojë në fshat, apo edhe me fëmijët e tij. Nuk kemi asgjë me ta, thoni ju, dhe kjo është një qytetari e jashtëzakonshme që ju jepni. Marë që trimja që gjëma të më shpuna, ka bëhet domin atë, më se rëpën më të. Shiko, unë do doja të dija diçka më tepër, duke qenë se vetëm përpara pak ditësh vendimi gjykatës ishte burgimi përjetshëm. Në lidhje me familjen tuaj, si u ndjet ju të gjithë bashkë pas këtij vendimi? Në që drejtësia me drejtësini, me gjykatën, ato më në me gjëra personale tonat me persona ose me familjen.
e lanë dorë gjykatës dhe do marrë mendimin e duhur, donte sa. Ndjeni më të lehtësuar apo jo? Si? Ndjeni më të lehtësuar. Ndjeni të lehtësuar që të paktën drejtësia shkojë në vend. I besua drejtësisë deri në fund dhe drejtësia veproi. Po kur mori gjykata e shkallës parë vendimin 25 vite burg, si u ndjet në atë kohë? Si unë djem, në normal do të merë dënimi që ta konta për të marë, se 25 vjetë burg edhe në ditë të më shpeta, mund të bënda më shpeta, atë është si është situatë, nuk është se bom në i morë fash nuk jam marrë shumë për një gjykatës, po tepër është për vlaja i të ndjetë këtë qështë. E kuptoj. Dëgjoj, edhe mënyra se si e zbuluat ju, fal jush, fal ti e falë vllajt tënd, ishe shumë e rënd, edhe kur keni shkuar në vendngjarje mënyrën se si e gjetët edhe babain tuaj të ndjerë që mos të rikujtojmë më. Në bisedën e djeshme më thej që vllai i Sufasës ju e kishit lënë në shtëpinë tuaj. Pra aq marrëdhënie të mira keni pasur. Edhe kur babai nuk po ju kthente përgjigje me 13 janar, ju keni telefonuar gruan e Sufasës. Ma dhe në telefonuar dhe me pyetën që me ato shkoshim më shumë, me ato merrshim informacion, pa dhe ato s'na hapën telefonin, takrova vllajën e vet, vllai vet ishte aty me muneti aty deri vonë deri në tarë, kam lënë çështjet e shtëpisë. Edhe ranë të shtëpia të natë. Të nesër sa është marrë vesh që të ne, pas dy ditë marrë vesh që kush është po vrasin. Shikoj, Sufasa me sa mbaj mend unë nuk ka marrë pjesë edhe në varrim, më duket, apo jo? Jo, s'ka marrë. Aty filluan dyshimet tuaja. Po asnjëri s'ka marrë pjesë në varrim. Po jo, u çapa të nesër, u marrë vesh. E kuptoj. Dëgjoj, ndalojmë edhe në një moment tjetër se mbaj mend që portalet në atë kohë dhe mediat shkruan sipas Sufasës problemi me babain tuaj ka qenë ngacmimi i bashkëshortes së tij. Ndërkohë që s'kishte lidhje fare. Pse duhet të futej? Po, nuk ka pas lidhje fare, ka qenë thjesht çështje grabitje. Pse duhet futej sipas mendimit tënd çështja e nderit? Si? Pse duhet të futej sipas mendimit tënd çështja e nderit? Ai do të mbroj vetëm e vetëm për atë punë, ka folë me familjen ta marrë dhe gruaja telefon ato ditë. Ka thonë unë pas si babën tim atë, nëse më ka baba im, më ka pa Eza, ka folë ai dhafe. Plagëmi të 82 vjeç, 83 vjeç. Ta dalë një dhafe në fshat që është mamën e gjosës, për ta punuar 3 tira, punuar me gratë, ta punuar me gjithanë gjithë vjetën. E qartë. E qartë. Pas gjithë punë para. Mirë, unë falen. Edhe familja di kemi kord, ka marrë gruaja vetë nesër në telefon. Ta vonë shojon ku duhet ti pa do dhafe gjithë apo purin. Nuk është. E kuptoj. Të dhaj pata që bo pra atë punë, dhe e të falën atë i gjyqatë nëse dhe ishte për këtë punë. E qartë. Që por gjatitja e për të gjë dhe tjera që ta bohe, që nuk ka lidhje e pa... E kuptoj. Mirë, përpara se unë të falenderoj që të kisha drejt për së drejti në studio, për gjitha ta që kanë përjetuar një histori të ngjashme me ju dhe që së fundmi janë të shumta, çfarë do t'i thoje ti? Për mu nëse vetë drejtësia në vend, për mu të gjërë që mbyllur. Më më jale shtetin nëse vetë, kur vetë drejtësia në vend, kur nuk vetë drejtësia në vend, do të ndryshojnë dhe gjërat. Nëse ta më dënimi që ka merituar dhe nuk kam punë asë në familje, nëse të jorë dhe tjerë, që më s'kem punë me futas familjes në shërat, dhe tjetër. Dhe sa nevoj kemi për fjalë të tilla dhe për apele të tilla në studion e emisionit me zemërta, por avokati dhe sociopsikologja, keni pyetje për djalin e viktimës? Se unë jam e qartë. Në fakt, unë kam vetëm një pyetje të shkurtër. Mund të prezantohemi? Po, përshëndetje. Përshëndetje. Emër edhe... Unë jam Fabiola Elezaj, sociopsikologe. Jam pjesë e panelit dhe kam një pyetje për ju. Përmendët që parë se nuk e dini realisht nëse personi kishte apo jo borxhe, por janë fjalët e fshatit këto. Vetë personi, Isuf Hasa, dini gjë ka kërkuar borxh te babai juaj ndonjëherë? Ose te ju? Po, di që i ka pas bënë të tashë. Dhe ne jo, ta pas po me babën po. Nuk është ta pas shumë jemi një tjetër, nuk është jena shumë princip të dyve, për në shumë mirë, dhe kanë haka pi bashkë, kanë jetë bashkë, kanë jetë të shpia, kanë jetë të kanë jetë të familjerisht, që vëllë në një tjetër. E kuptoj. Babai juaj ja ka dhënë borxhet atij? Si? I ka dhënë babai borxh? Po të që ku ta dio se baba se gjitha gjallë që ta kyse. Po për të bënë e ta pas një mu me letë. E ndimon të herë pas here. Baba nuk e gjitha gjallë që ta pyesja për borxhet mirë fillta. Flasim në dijeni të tip më herët. Jo, megjithatë ju apelin e dhatë, falenderoj që të kisha drejt për së drejti. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit.
Do doja visi edhe sipas djalit të viktimës, ndoshta ndonjë koment në lidhje me vendimin e gjykatës. Tani, kur gjykata flet dhe jep një vendim, ne gjithmonë duhet të heshtim, por kur ka qytetar të pakënaqur nga vendimi i gjykatës, gjithmonë i diskutojmë në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, kështu doja të bëja edhe sot në fakt. Atë, një vendim i gjykatës normalisht do ketë kontestime nga të dyja palët, po që edhe normalisht një palë që është, domethënë, e prekur nga vendimi, por edhe një palë e cila mendon se normalisht ka drejtësi. Një gjë që e cila duhet përshëndetur janë veprimet e familjarëve të viktimës, domethënë pasi ka ndodhur ngjarja, domethënë edhe pasi ka ndodhur domethënë shqyrtimi gjyqësor gjithë me radhë, e cila ato me aq sa u shpreh dhe djali i viktimës kanë një sjellje mjaft fisnike ndaj familjes së autorit të veprës penale. Pasi duhet kuptuar se çdo vepër penale apo çdo autor i veprës penale, përgjegjësia në këtë rast nuk është kolektive. Po kemi një përgjegjësi individuale të autorit dhe në këtë rast nuk kanë përgjegjësi familjare. Shiko, nuk kanë përgjegjësi familjare dhe ky ishte apeli i drejt për drejt i djalit, thash një qytetari e pa diskutueshme e familjes së Xhemal Metës. Gjithmonë e kemi diskutuar fisnikërinë e tyre, qytetarinë e tyre në këtë studio. Dua të ndaloj pak tek ai motivi i moralit. Vetë bashortja e Isufasës, sipas djalit të viktimës, e ka telefonuar dhe i ka thënë mua më trajtonte si vajzën e tij. Unë shikoja me syrin e babait se Isufasa ka pretenduar pra që ishte çështje nderi. Në qovë se i matë më ka ngacmuar, aq më ka ngacmuar edhe viktima, në fakt Xhemal Meta. Këto janë fjalët, pra ka qenë edhe familja e autorit që ka ndihmuar shumë, se pse e them këtë gjë, se vajza ka folur pas vendimit të gjykatës. E ndjekim se çfarë ka thënë vajza. Nuk e di pse ato ishin të përgatitur, por edhe për mënyrën a e ka ngacmuar apo jo gruan e Isufasës, pikërisht 81 vjeçari. Ndjekim me njëherë intervistën me vajzën e autorit. Si jeni? Si është mami? Po, në të ngarkesat e veta të fëmijës. Si e pritët lajmin me burgim përjetshëm për babin? U prista ja gjë e pritshme gjë. Po si është situata në shtëpi tani pas dënimit? Është pak i ngarkuar, po çfarë të them? Kur thua që e prisnim, domethënë dihej që do merrte këtë dënim, nuk kishit asnjë lloj shprese tjetër. Jo, e prisnim. Ai vetë ka pritur këtë dënim? Ai vetë edhe priste edhe nuk e priste. Sepse kishte shpresa nga janë përbashkëmja, por... E kuptoj. Ndërkohë si është gjendja në familje, mami si e priti gjithë këtë? Mami edhe motra e priti shumë keq, por... Çfarë të bëj? Janë gjëra që ndodhin. Pjesë do ishte ky rezultat. Ju e takoni babin në burg? Po, mami ka shku edhe motrat kanë shku më shpesh se sa unë. Po. Është pas mundësi ekonomike edhe. E kuptoj. Po, dhe si është gjendja e babit, çfarë të tregojnë ato? Është pak e rënduar, po... Është e rënduar, Është pak. Në lidhje me familjen e viktimës, keni folur, keni ndonjë problem me ta? Kemi kontaktuar, nuk kemi kontaktuar, që atëherë që fola vetë me to dhe s'kam kontaktuar. E kuptoj. Ata ishin të pranishëm në sallën e gjyqit kur u dha vendimi? Po, kanë qenë. Unë nuk kam qenë, po kanë qenë. Ato kanë qenë. Ata kanë qenë, po. Ndërkohë do doja të dija në lidhje me mamin, ku po jeton mami tani? Mami akoma atje është fshat. Në fshat, se kur kemi folur herën e fundit, po jetonte me ju. Ishte shkëputur që andej. Po, nuk e të valva do t'jesën, sepse është linë dhe rrita tje dhe është vështirë shkëputet nga ndi. Po mirë, me babin që keni shkuar, keni folur, motrat, mami,
Pse e bëri, çfarë thot ai tani që është ka kaluar? Jo, fare, nuk e ashtu. Nuk e keni pyetur? Jo, e kemi pyet, por nuk është na jep në të njëjta gjëra, çfarë thonë në plan. Të cilat janë se herën e parë është folur edhe për mamin, ë? Për ngacmimet ndaj mamit, kështu që duhet sqaruar situata, ai u dënua? Jo, për atë katërheqja se është ishte punë momenti, thot, nuk e di se kuptova. Kaq. Punë momenti. Punë momenti në lidhje me parat, besoj, jo? Në lidhje me parat, besoj, punë momenti. Jo, s'ka të bëjë, s'ma mënja të ketë bëjë. As leku, do me thëmë parat, as mami nuk ka lidhje. Jo. Po atëre? Nuk e di, s'na ka sqaru, po me sa i bëjë atë llogaritje vetë, mund të kenë piqën gjesë edhe, po prapë së është herë parë që pishin gjesë, nuk e di. Do me thënë ti thua në efektin e alkoolit mund të kenë konsumuar të 2 alkoolat ditë. Po s'bëhet fjalë që ta gjithmonë e pishin, nuk është të pishin vetëm ditë, ta pishin për ditë. Po ka dal nga autopsia e trupit viktimës që ka konsumuar alkool bashkë me babin? Nuk e di. Si mendon ti tani, t'jepet vendimi me dënim të përjetshëm edhe nuk di se gjykata thoti e japim këtë vendim për këtë arsye. Ti nuk e di arsyen pse ja dha gjykata këtë? Nuk e di sepse kam prit qatë vendime dhe nuk jam marrë fare me këtë gjona. Pra, në qoftë se je në efektin e alkoolit, i pavetëdijshëm, të paktën nuk do merri ky vendim radikal, burgimi i përjetshëm. Prandaj po të pyes. Se di pa nuk, sepse ai nuk e ka përmend atë gjë. Fare, unë mendoj sepse ata e bojshë për ditë atë gjë, për të gjë mendoj unë. E mendon ti këtë gjë? Pinin të dy kryer, pinin... Nuk është se të projshim, po. Po vetë ai babi si e priti dënimin, se tani edhe ai në moshën që ka, besoj se me burgim të përjetshëm. Po. Vetë ai çfarë tha? Ai s'ka thonë ka që ka thonë që kur ju dha, se ja pa ta thonë edhe unë që të jepet këtë vendim se përderisa u rikthye çështja. Përderisa prokurori rikthej çështjen, u dinte që do jepte këtë vendim. Ai vetë ç'a tha pastaj? Pa gjë. E kuptoj, më thej që mami e ka të vështirë të rinë në fshat, apo jo? Jo, nuk është sepse ajo po rri vetë atje dhe me sa ashtu dhe sa tje mirë po do rri pastaj. E kuptoj. Derisa të jetë mirë, do me thënë me këmbe, me dore, me shëndet, po. Do rri në fshat. Në qoftë se, do me thënë, përkeqësohet shëndeti, do vi të rri me ju. Po. Qartë, që nga momenti që keni kërkuar falje tek fëmijët e viktimës, keni pasur më kontakte me ta gjatë procesit gjyqësor, keni kërkuar pendes? Kemi kontakt sepse jemi në vende të ndryshme dhe nuk është se kemi kontakt ku sheti se çfarë. E qartë. Megjithatë ti i patë kërkuar falje atyre, keni biseduar në momentet e para. Edhe motra. Si e mirë pritën atëherë ato faljen tuaj? Si e mirë pritën ato tani nuk është se edhe ato kanë qenë të nxehtë në ato momente, nuk është që është normal edhe unë të isha në vend atyre. Po nga përgjigje që më dhanë u tregon shumë njerëz. Rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë. Kjo ishte edhe diskutimi dhe biseda që kemi bërë me vajzën e autorit. Në rreshta kam parë gjatë gjithë kohës të dy të ftuarit, edhe avokatin, por edhe sociopsikologen, disa momente të cilat duhet i prekim në një analizë,
e kishte si duket pamundur regjia të fuste edhe reagimet kur dëgjonit gjëra të tilla. Ndjekim hapësirën e dytë dhe të fundit publicitare, rikthehemi në pjesën e tretë tashmë për të analizuar jo vetëm ngjarjen e rëndë të ndodhur me 13 janar të 2025 dhe vendimi i gjykatës për burgim të përjetshëm i Sufasa, 64 vjeçari, i cili ekzekutoi mikun e tij, 81 vjeç Xhemal Metën, të paramenduar duke marrë një çekiç për t'i rrëmbyer të gjitha paratë që ai kishte. Publicitet dhe rikthehemi një në studio. Mbas hapësirës së dytë publicitare jemi drejt për së drejti në pjesën e tretë dhe të fundit për të dëgjuar komentin e të ftuarve në lidhje me ngjarjen e rëndë edhe njëherë kur ka folur vajza e autorit dhe djali i viktimës. Visi, të paktën nga vajza në këndvështrimin tim do ta nis me ty sepse ka një analizë më gjatë Fabiola dhe reagimet kanë qenë më të shumta të Fabiolës në pjesën e dytë, por nuk munguan edhe nga ana jote. Do doja të ndaloja pak e prisnim përderisa u rikthye për rigjykim çështja. Dhe jo vetëm, shiko, autori ka pasur një fije shprese. Ndoshta vendimi i shkallës së parë me 25 vite ka menduar se ndoshta gjykata e apelit o do linte atë në fuqi o do ta ulte, sepse janë të rralla vendimet që japin gjykatat e apelit që janë ekstreme, duhet të theksuar. Vetë autori, 64 vjeçari, edhe e priste dhe nuk e priste. Ndërsa unë e kisha para përgatitur, thot vajza, babain dhe ne ishim të përgatitur për këtë vendim. Të bëri përshtypje? Tani, ajo që më bën më shumë përshtypje është që normalisht që kemi të bëjmë një person i cili është 64 vjeç. Normalisht edhe masa e dënimit e cila kam vendosur gjykata e shkallës së parë jemi 25 vite. Domethënë që është një masë relativisht e lartë. Domethënë, pa njohur shkaqet apo arsyet të cilët kanë çuar në arsyetimin e gjykatës. Në lidhje me pikpamjet të cilët kanë familjarët, absolutisht unë nuk mendoj se ato kanë pasur përshtypjen që babai i tyre do të dënohej me burgim përjetshëm, absolutisht. Por që edhe masa e dënimit 25 vite normalisht është relativisht shumë e lartë. Unë mendoj që kjo ngjarje ka patur dhe normalisht një opinion publik shumë të gjerë dhe familjarët kanë qenë të rënduar pasi ka krijuar një reagim shumë të fortë mediatik në lidhje me ngjarjen, rrethanës që kanë ndodhur edhe më pas dhe veprimet e autorit pas kryerjes së veprës penale. Pse duhet kemi parasysh edhe pas kryerjes së veprës penale, normalisht autori ka marrë një sër veprimesh në lidhje me tentativën për të fshehur prova, në lidhje me largimin nga vendi i ngjarjes, largimin e sendeve nga vendi i ngjarjes e tjera me radhë. Mënyrën se si e ka lënë viktimën. Mënyrën se si e ka lënë viktimën e tjera me radhë. Në këto kushte unë mendoj që absolutisht gjykata ka arritur në konkluzionin përfundimtar dhe nga kryerja e veprës penale, normalisht mënyra e kryerjes së veprës penale dhe sjellja e autorit pas kryerjes së veprës penale, normalisht ka marrë vendimin ekstrem në lidhje me dënimin e tij. Po normalisht edhe gjykata e shkallës së parë, sepse kemi person i cili është 65 vjeç. Domethënë një person i cili është mbi 65 vjeç, normalisht ka një në lidhje me vendimarrjen e gjykatës e ligji parashikon që është një rrethanë normalisht. Tani, ta sqarojmë për publikun këtë gjë, 65 vjeç në momentin e marrjes së vendimit apo 65 vjeç në momentin e kryerjes së veprës penale? Në momentin e kryerjes së veprës penale, sepse normalisht ne ka qenë 64 vjeç në momentin e kryerjes së veprës penale. Po normalisht mosha është relativisht e lartë për një person i cili kryen një veprë penale. Absolutisht rrezikshmëria. Pra, ka shumë të rënda kanë qenë provat nga grupi hetimor të vënë si prova përpara gjykatës, saqë gjykata nuk e ka pasur të pamundur të mos e jepte këtë vendim. Absolutisht e ka pasur të pamundur në lidhje me konkluzionin i cili ka arritur përfundimtar në lidhje me dënimin e personit. Visi, te kjo praktika nga gjykata e shkallës parë në gjykatën e shkallës së dytë ose në gjykatën e apelit, kur zakonisht gjykata e apelit o e rikthen çështjen për gjykim, ose lë të njëjtën mas dënimi, ose mund të ketë një zbutje. Si praktik, kjo rëndesa e gjykatës apelit, sa shpesh ndodh?
Në praktik, sa të rralla apo të shpeshta janë? Në praktik, normalisht, në çështjet penale janë paparashikueshme lidhe me vendimet të cilat mund të arrijnë në gjykatën e apelit apo dhe vendimarrjet që kanë marrë në gjykatën e shkallës parë nga kërkesa që kërkon organi akuzës, në këtë rast prokurori. Duhet pasur parasysh që në lidhje me vendimarrjen e gjykatave, normalisht ka pasur një zbutje nga ana e gjykatës apelit në lidhje me një sër veprash, ama ka patur normalisht një rëndim të pozitës panderët në disa vepra të cilët kanë ndjeshmëri ndaj opinionit publik. Absolutisht. Përfshirë edhe këtë rast. Përfshirë edhe këtë rast. Normalisht çështjet që kemi të bëjmë që kanë një reagim tepër të fortë të opinionit publik, normalisht mund ndikojë. Dhe reagimi i opinionit publik, jo vetëm për këtë ngjarje, por për gjitha ngjarjet, është për mënyrën se si pasqyrohet në media. Apo jo. Pra, ja ku është edhe roli i media, se shpeshherë edhe goditemi, sa më të rënda tjerë rastet, sa më shumë ne i pasqyrojmë për të mësuar të vërtetën, aq më shumë goditemi pas tastierës së kompjuterit apo edhe të telefonit për të shantazhuar, për të ofenduar, jo vetëm specialistët, por edhe gazetarët. Edhe media në përgjithësi, por në rastin konkret pas ka ndikuar media. Media, unë mendoj se në rastin konkret ka patur një ndikim tepër të lartë në lidhje me zbardhjen e ngjarjes. Po edhe ne, pa institucionet, pa policinë, pa pjesëmarrjen e familjes të dyja krave, siç bëm ditën e sotme, kemi bërë dhe në janar të 2025-s, i kemi dëgjuar të dyja palët për të kuptuar, atëherë pas kemi bërë një të mirë dhe duhet ta theksojmë dhe të faleminderit që e përmendë që reagimi publik, sepse mediat e kanë pasqyruar në momentet e para këtë ngjarje për ta zbërthyer, paktën këtu për fshivet time që kanë pasur të dyja palët, do të thotë që çojmë deri në dënime edhe të tilla. Motivi pak jo i shprehur ashtu siç duhet nga ana e vajzës autorit. Si të duket për të marrë mendimin e Fabionës? Motivi është i paqartë në lidhje me arsyet të cilët kanë dërguar në lidhje me ardhjen e pasojës penale, por normalisht është e kuptueshme pasi kemi të bëjmë një familjar i të pandjerët, e cila në disa raste mundohet që të thotë vërtetën asyqit, se është në disa raste normalisht mundohet dhe të ketë një mburoj ndaj një familjar i cili aktualisht është i akuzuar dhe i dënuar për kryer një vepër penale tepër të rëndë. Mirë, faleminderit Disi për të kaluar tek Fabiola. Reagimet forta, Fabiol, merdi keq që nuk u pasqyruan gjatë momentit që vajza e autorit fliste. Pse ato reagimet? Të pyes në përgjithësi, pastaj dalim tek elementet ku ti ke reaguar. Sepse shpesh herë në momentin ku ne flasim dhe duam të shprehemi për diçka, sidomos kur janë gjëra që na prekin, siç është veprimi i një babai, për cilin vajza nuk ka absolutisht asnjë faj në këtë mes, normalisht nuk arrim dot të kuptojmë ose më saktë të dëgjojmë veten plotësisht, sepse janë disa mesazhe që vetë trupi ynë e nxjerr në formën e vetë mbrojtjes për figurën atërore, sepse patjetër që kemi të bëjmë me personin që na ka rritur. Pra, në përgjithësi si të duk, korrekte biseda me të? Duke marrë pjesën edhe të emocioneve. Në të tërën, pastaj hajde marrim në tërësi po. Nëse e marrim më pas të analizojmë në detaje, ka disa elemente të cilat do doja dhe t'i shprehja. Po. Kemi të bëjmë me një vajzë, të cilën as pak nuk e gjykoj për ato çfarë ajo shprehet, është totalisht e drejtë e saj, por vura re që ka rezerva në tregimin e ngjarjes. Dhe për ta prekur pak në të dyja anët. Po nëse ka rezerva, pse do thoshte një vendim të cilin e prisnim dhe ja patëm thon babait. Okej. Pikërisht. Dhe këtu është pjesa e rezervës, sepse përpiqet të thotë që ata kanë pirë edhe herë të tjera. Përpiqet të tregoj që... Unë mendoj, thotë. Po pra, sipas mendimit të saj. Përpiqet të tregoj që babai ka patur një marrëdhënie pozitive, sikurse edhe djali tha që i njihnin njëri tjetrin. Pra, kemi një marrëdhënie të mirë mes tyre. Dhe kemi një vajzë e cila thotë, në çastin kur u rikthye ngjarja, unë e njoftova dhe e bëra të ditur babit, ose e bëra të qartë që do ketë një dënim më të rëndë. Avokati tha që mund mos e dini, sepse është kozgjatje e madhe dhe ai dënim që ka qenë. Tani, në çastin kur ti e di, ose më saktë e ndjen që diçka do të ndodhë më e rëndë, a është përpjekur vërtet vajza të zbuloj arsyen pse babai ka shkuar pikërisht të bëjë këtë vepër? Dhe pse në këtë formë? Ti mendon se vajza nuk e di?
Se tani, ti jesh në sallën e gjyqit, të rreshtohen gjitha ato prova dhe të zbulohet motivi, se motivi të qonë në burgim të përjetshëm apo jo. Apo jo, avokat? Absolutisht, Po pra, kemi lidhje në si gjyqin e shkak dytë vajza pasojë. nuk fakti është që mos na e thoshte ne si media, por ne e dinim dhe prandaj këmbgulëm. E kuptoj, por në gjyqin e fundit që është dhënë vendimi i Ama unë e preka dhe çështjen e nderit dhe tha ajo s'ka të bëj fare. Pikërisht, por prandaj po them ka rezerva. Dhe kur unë i them, dëgjoj, vërtet është burgimi i përjetshëm, ti thua kanë konsumuar dhe sipas mendimit të tij kanë konsumuar alkool. Por në qoftë se do ishte i pavetëdijshëm për shkak të alkoolit, edhe njëra pale dhe tjetra, atëherë nuk do kishim këtë lloj vendimi, të cilin ma miraton edhe visi në këto momente. Pra është një logjik shumë e thjeshtë, të cilën ajo vërtet s'donte ta ndante me mua, por i vjen turp ndoshta që për një shumë të tillë parash të marrësh jetën e një 81 vjeçari. Mund të jetë edhe turp, mund të jetë dhe zhgënjim, mund të jetë edhe ajo pa dashur ta prek emocionalisht, një post-traumë fëminore, nuk i dim në marrëdhënie se si ka zoti Isuf Hasa me familjarët, me fëmijët. Mund të kemi një baba që ndoshta ka qenë shumë autoritar, shumë i mbledhur me fëmijët, një vajzë e cila nuk ka patur ndoshta lirshmërinë. Dhe ndoshta momenti ku ka dhënë këtë vendimin, ajo është çliruar që okay, e ka merituar sepse pas gjithë këtyre gjërave që na ka bërë ne, bëri edhe këtë të fundit, tani nuk ka më falje. Është emocionale, diçka që askush nuk përpiqet ta shpreh. Duke qenë se është kjo post-trauma dhe që ju po e shpjegoni përse, pse të shkonte ta takonte babain në burg, madje ta edhe ta parapërgatiste për dënimin e përjetshëm. Është babai, nuk hidhet dot poshtë. Post-traumat, sado që ne mund kemi një individ i cili mund na ketë prekur jashtë mase, qoftë edhe fizikisht. Sërish në momentin kur është figura autorore apo e mamësisë, nuk e shmangim dot. Është e pashmangshme. Okej. Edhe në momentet më të tmerrshme të inatit. Domethënë, koha themi ne shëron gjithçka. Po. Por ka momente kur ti do të fillosh të reflektosh sepse në gjithë fëmijërinë, në gjithë jetën tënde, nuk e di moshën e vajzës, në gjithë jetën e saj ka patur dhe momente shumë të lumtura. Dhe patjetër, individi fillon të kujtojë një moment të keq dhe i pasqyron të gjithë të këqijat në atë çast, por ka dhe momente kur kujton ato gjërat e bukura. Për te i dënimit maksimal me burgim të përjetshëm, çfarë më bën përshtypje në të gjithë këtë ngjarje është edhe shpejtësia e hetimit, e gjykimit, sepse zgjasin me muajra të tërë, me vite të tëra, ndërkohë që jemi një vit e pak muaj pas ngjarjes dhe gjithçka ka marrë fund për t'i dhënë fund një herë mirë edhe familjes së viktimës. E vërtet, visi apo jo? Dhe kjo mund të ketë ardhur për një efekt, sikur se përmendi ti që parë, për një efekt qytetarie. Midis të dyja palëve. Të dyja palëve, po. Edhe vajza tha që edhe unë po të kisha qenë në vendin e tyre, nuk është se na mirë pritën maksimalisht, e kuptoj, por ama në rreshta tha ajo, na lanë të kuptonim që me ne dhe me nënën tonë nuk ishte as pak punë, se duhet kaloj dhe ke zonja pak. Po. Dhe efekti i qytetarisë ka ndikuar që edhe ky proces, sikurse avokati mund ta prekim më pas, të realizohet më shpejt, sepse nuk kemi patur ngjarje të më vonë. Pra nuk kemi patur ngacmime, nuk kemi patur problematika denoncime. Po qytetaria fillon edhe kur gruaja autorit 24 orë pas ngjarjes reagon duke marrë familjen e viktimës në telefon dhe duke i thënë unë nuk përfshihem dot. Dhe edhe pse ai ka ndruar jetë, unë nuk mund ta njollos dot viktimën për thënë që ai më ka ngacmuar ose ka pasur fjalë të hedhura drejt meje. Mund të hedh një hipotezë në këtë elementin e zonjës, u përmend që parë çështja e moralit, që mund të jetë prekur pjesa. Po, është, domethënë, një hamendësim që pse duhet të futet gjithmonë në mes. Zakonisht persona të cilët ndjejnë xhelozi janë ata persona të cilët tek partneri apo tek partnerja nuk arrin të japin ngrohtësi që dikush tjetër mund t'ia ofrojë, qoftë edhe në një ngrohtësi kretë shoqërore. Po në këtë këndvështrim, në qoftë se bashortja e autorit nuk e kishte marrë këtë ngrohtësi, mund të kishte traumat e saj dhe mund të ishim edhe përballë ndoshta sindromës së Stockholmit, që ti dashurohesh me dhunuesin tënd, por çështja është që ti pranon gjithçka dhunuesit tënd, edhe ndoshta për ta lehtësuar dhunuesin tënd, si në rastin konkret ajo mund thoshte sepse viktima nuk ishte më gojë për të folur, që po, ajo që thotë im shoq mund të jetë vërtet, por nuk e ka bërë këtë gjë. Kemi të bëjmë me një moshë të cilën ajo e paska thënë që e shikoj si babain tim, dhe mund të jetë totalisht e vërtet kjo gjë.
Edhe në çastin kur unë i afrohem me dikë dhe e presupozoj si një ngrohtësi babai, si këshilla, sepse tham kemi të bëjmë me një familje vërtet qytetare, se qytetar nuk të bën të jetosh në qytet. Po, pikërisht pra, për qytetari, për edukat, për respekt, për këtë po flasim. Patjetër. Dhe në momentin kur ajo ndihet e familiarizuar me atë familje dhe zotëria, thash, janë hipoteza gjithmonë. Zoti Isuf, do të thënë, mund të ketë ndjerë, flasim gjithmonë tek ana e xhelozisë, mund të ketë ndjerë që ky afrimiteti pas ka qenë disi më tepër, ndërkohë që mund mos ketë qenë, e marrim si shkas. Por në fakt, e gjithë xhelozia vjen sepse ti nuk e shikon dot veten t'ia japësh atë lloj buzëqeshje gruas tënde. Ato lloj rehatie të folurit. Dhe në momentin kur nuk e jep, atëherë fillon të ndjesh xhelozi për personin tjetër, jo për partneren. Nëse, siguria që familja e viktimës si ka dhënë familjes së autorit është e jashtëzakonshme, se zonja vazhdon të jetojë në të njëjtin vend, pavarësisht se familja e viktimës nuk jeton aty, por her pas here janë shumë të lidhur me çdo lloj prone që ato kanë në fshatin Qafmoll të Zallbastarit. Ndoshta mund të flisnim pak më shumë edhe për se si njihet kjo zonë, sa e ashpër dhe sa me tradita është zonja, por nuk kemi shumë kohë televizive. Do doja të ndaloja pak. Vajtja e gruas, edhe se vajzat i kuptojmë dhe ti analizove, vajtja e gruas në takime, pjesëmarrja e saj në gjitha proceset gjyqësore, çfarë tregon? Një grua të devotshme, dhe për t'i thënë edhe një herë opinionit publik dhe atij qytetar të zonës, që çfarëdo që thuhet, unë jam kjo, vendosje e dinjitetit personal. Përpara çdo lloj problematike që mund të dalë edhe më tej, sepse në raste të tilla, shpeshherë jo vetëm që kemi gjakmarrje, por kemi dhe cungim jete të gjithë familjarëve, të fëmijëve, të gruas, në rasti konkret nuk ka ndodhur, dhe duke qenë se vetë zonja ka parë tek familja tjetër këtë lloj qytetarie, është ndjerë një detyrë morale për t'ia rikthyer në të njëjtën formë. Ndoshta të mund të ketë ajo patjetër një formë qytetarie dhe vërtet i përgëzoi të dyja familjet, por që vendosja e dinjitetit është ajo që kërkohet me ngulm gjithmonë pas kësaj situate, por që do dhe shumë guxim. Si mund të ndjehet pas këtij vendimi vetë autori? Vetë autori, çfarë mendon? Se ti i njeh shumë mirë edhe këto burgjet edhe të burgosurit dhe për mënyrën se si ato qasen brenda këtyre institucioneve në momentet e izolimit të tyre. Ka kaluar një vit që kur ka ndodhur ngjarja dhe për një vit është kohë e mjaftueshme dhe për të reflektuar dhe për të bërë pishman, kur themi ne, për gjithë ngjarjen që ka ndodhur. Ndjenja e tij mund të vi pikërisht tani kur kupton që ajo paraja e marr nuk i ka zgjitur asgjë. As vetes, as fëmijëve dhe as bashkëshortes. Dhe ndjenja është pikërisht imazhi i tij si figurë autorore dhe si bashkëshort. A kam arritur ta realizoj plotësisht atë për cilën krijova një familje? Sepse rëndësia e një mashkulli në familje kjo është. Shkon deri këtu në këtë arsye tim 64 vjeçari mendon? Patjetër që po, është i aftë Po në mendorisht. lidhje me viktimën, çfarë mund të ketë menduar gjatë gjithë kësaj kohe? Për këtë do duhet një analizë shumë e plotë me një psikolog klinik. Besoj se burgjet atje i ofrojnë, po, patjetër, dhe do t'ishte shumë e mirë që të bëhej dhe kjo lloj analize. E rekomandoj realisht. Mirë, ke një mesazh për gjithë ata që na ndjekin drejt për së drejti për ngjarje të tilla? Po, në fakt, të gjithë qytetarinë që ne përpiqemi ta përmendim gjatë gjithë kohës, kemi një rast konkret ku qytetar, e thash dhe që parë, nuk na bën jetesa në qytet, apo në fshat. Por në fshat, por na bën vërtet mendësia jonë se si ne e përcjellim. Kemi të bëjmë me familje që kanë humbur babain, me një familje me një baba që i ka zhgënyer, dhe mbi gjitha kemi fëmijë që përpiqen të shikojnë të ardhmen e tyre pa u cunguar nga ajo që ndodhi më tej. Dhe kjo duhet ndodhi kudo. Të mos mbetemi aty, jeta vazhdon sërish. Për kudo që mund të ndodhin situata të tilla që inshallah ndodhin sa më pak. Faleminderit Fabiol që kisha në këtë studio dhe në të njëjtin këndvështrim Visi do doja ndaloja me ty. Një shembull suksesi ku policia, prokuroria, por dhe gjykata veprojnë shpejt dhe japin vendime të drejta si kjo që ne pasqyruam ditën e sotme në këtë studio. Po shpeshherë këto institucione jo vetëm që nuk vonojnë, por me vendimet e tyre sjellin edhe fatkeqësi të tjera, të cilat fatkeqësi shkojnë edhe zinxhir. Çfarë duhet themi? A duhet shtu të jetë drejtësia? Atje, mendoj që varësisht dhe të rrethanave, të bashkëpunimit të familjarëve, si të viktimës apo si dhe të autorit veprës penale, por edhe
hetimi i plotë dhe i gjithanshëm në kohë reale janë për të përgëzuar nga organet legjislatuse, më pas nga organi prokurorisë apo dhe nga gjykata në dyja shkallët e gjykimit. Në këtë kushte ne kemi një drejtësi e cila e ka zgjidhur përfundimisht problematikën. Po dhe në kohë rekord, një që ka zgjidhur, por dhe në kohë rekord. Normalisht një drejtësi e vonuar është një drejtësi e mohuar. Unë të falenderoj që të kisha prezent në këtë studio, falenderit edhe ju miq që na keni ndjekur drejt për së drejti ditën e sotme në ekranin e televizionit më të madh informativ në vend, në televizionin News 24. Bashkë ndajemi këtu për të u ritakuar në ditët në vijim. Deri atëherë miru takofshim.